ndalimi urgjent I pagesës sepse punë s'janë kry. Që prej momentit që unë e ku marrë pozitën, nuk u bë asnjë punë, po nuk u bë asnjë pagesë. Që ka ndodhë me që tenderin për mbushjen e grupave, në bazë të dokumenteve që I kemi po, ju I keni listu disa gjetje edhe ka pos në bazë edhe të fotografive të cilat I keni ju, ka gjashkelit të cilat vërejhen me sytë lirë. Këtë kontratë gjetrat I kumë paraqit në mënyrë detaje. Kontrata është në vlerë 39.000 euro. Unë I kumë bo foto në teren edhe për herë I kumë qunë prokurori, jenë 5 dokumente që I kumë dërzu, 5 herë kumë dërzu aty. Lënda shkruan fillimisht ka shku ndalimi urgjent I pagesës sepse punë s'janë kry. Ashtu qysh ka në shku komisioni se gjaja janë kry që ka zgropa që të rrugët gjitha. Unë kumë dalë në teren, I kumë fotografu për 2 kontratat punë mund t'jenë 7.5 deri në 10%, mirë po ato punë s'duhet t'ishin pranuar as nga menaxheri projektit e as ka drejtori. Sepse aty duhet kryhet prerja, lyrja dhe ngjeshja. Ato punë nuk janë kryhet. Aty këtë projekt është I prezentu me gjetra detaje që prokurori I rastit edhe hetust shumë let ka qenë me ngrit kallëzim penal. Unë e çuditën edhe nuk jam I frymëzuar që dërzoj lonë tjera, se kumë dërzu ballë, I kumë dërzu rreth afër 50-ve, mirë po momentalisht hetohet vetëm një landë, është kriju një shprehi që landet e mia vetëm rrohen prej prokurorin në prokuror, edhe përkundrazi se unë çdo 3-4 muaj ju shkruaj prokurorëve të landës që I lutëm të m'japni informata rreth gjetrave të mia, rreth brengave të mia. Gjetrat janë që ka shkelje, mirë po është për çudi nuk reflektojnë prokurorët. Edhe për këtë tender, kemi kërku qasje në komunë. Qasja është refuzuar. Arsyetimi po hetohet. Prokuroria ne ka konfirmu edhe për këtë tender se po ashtu po hetohet, po në mars 2025 asnjë fjalë. Pavarësisht kësaj, e kemi thirrë në telefon Ardit Sekiraqën, drejtori I shërbimeve publike në Fushë Kosovë. Sekiraqa ne ka konfirmu që kontrata është ndërprej, po për telashet e saj tha që nuk di. Një kontratë që e ka posë komuna e Fushë Kosovës me operatorin ekonomik Fidaie Bytyçi BI për mbushjen e gropave të rrugëve me asfalt. Po. Që komponën e prokurim, kjo kontratë është shkput me 29 gusht 2024, po para shkputjes thuhet që janë realizu punë në vlerë dikun 13.040 euro. Operatorin ekonomik Fidaie Bytyçi BI për mbushjen e gropave të rrugëve me asfalt. Po. Që komponën e prokurim, kjo kontratë është shkput me 29 gusht 2024, po para shkputjes thuhet që janë realizu punë në vlerë dikun 13.040 euro, apo? Sa jam punu, qysh jam punu më një me gjithë veç prokurim, komunë Fushë Kosovës. Mëj me ju garantu dhe mëj me dhonë deklarat që prej momentit që unë e ku marrë pozitën, nuk u bë asnjë punë, po nuk u bë asnjë pagesë. Se u ndrua dhe menaxheri kur e ku morën e detyrën, e menaxheri I ri I ka bërë shkputjen e kontratës se ai nuk u ka I gatshëm me vazhdu me punë. E kemi thirrë edhe kompaninë që e ka posë tenderin për rregullimin e gropave. Mirë po në telefonatën tonë, ata nuk kanë pranuar të japin sqarime. A kom thirrë te kompania Shkoza? Inderun, jam shqiprune, jam gazetar në Kallëza. Ju thira për një tender që keni posë në komunën e Fushë Kosovës për mbushjen e gropave të rrugëve. Deshta më ju pyet se çka sakt ka ndodhur në çet rast. Ka posë janë kanë disa ankesa, disa dokumente që kanë thonë që s'janë kry punë. A ja u bë mbushja e gropave sipas kontratës?